ai që është iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, që ai meriton të adhurohet, nga ati kërkohet ndihmë dhe falje. Dhe në kapitullit 2 Allahu xhaleshanu tregon në krijesën e tij Al-Baqara. Kuptimi është një kafsha, ashtu Allahu xhaleshanu ka treguar në kapitullet e ndryshme. Edhe një sura tjetër ka emrin suratul Nahl. Nahl është kuptimi bleta, që prodhon për neve mjalti. Në atë surë Allahu xhaleshanu duke treguar thot wala na'ama khalaqaha lakum, kafshat ne kemi krijuar për dobia juaj. Fiha dif'un, janë disa kafsha që ne kemi krijuar për mbrojtja juaj. Zerin, pambuk, tal, leshet, me atë bëhet gjëra për mbrojtja njeriu. Wa manafi'u wa minha ta'kulun, kemi krijuar disa kafsha për ngrenje që hani ju konsumoni ushqimi atyre. Dhe tregon Allahu xhaleshanu pastaj wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina, ne kemi krijuar kuet, kemi krijuar deve dhe kemi krijuar gomarët, edhe kafshë tjera për çfarë? Për të marrë, për të bërë mjeti juaj. Edhe pastaj Allahu xhaleshanu tregon wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun, dhe Allahu ka për të krijuar disa gjëra që akoma ju nuk din. Plezar, Kurani kur është duke zbritur para 1400 vit, ato kafsha ishin për mjetin njeriu. Kurse Allahu është duke paralajmëruar që do krijoj për mjeti juaj disa gjëra që ju nuk dini. Edhe sot ne dim që sa shumë gjëra mjet ka ardhur në jetën njeriu, që me ata është duke bërë udhëtimet. Nëse kishte treguar atëherë Kurani, kush kishte për të kuptuar? Edhe ashtu Allahu xhaleshanu na tregon në Kur'an një vend tjetër, awalam yaraw ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidun, a nuk janë duke parë ato zogj që kur dalin ato me rreshtet e vet, me tufat e vet, ngaherë hapin krahët atyre dhe ngaherë mbyllin. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, kush kontrollon atyre me qiell dhe tokën e hava përveç Allahu xhaleshanu? Një vend të thot Allahu inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula, që Allahu ka mbajtur në kontrollin e tij tokë dhe qiell. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, në qoftë ato kishin rënë nga pozicionin e vet, askush nuk ishte që kontrollonte atyre përveç Allahu xhaleshanu. Ashtu Allahu xhaleshanu